Gol skuadra e Deciqit në këtë momente, shumë pranë golit. Shumë pranë golit të barazimit të skuadra tuziane për ka shpërdëruar numri 7 i kësaj skuadre. Kujtojmë që në ndeshjen e sotme, në protokollin, në listën e emërore që ka udhëtuar drejt Shkodrës, kemi këto emra për skuadrën e Deciqit. Skuadra e cilën në këto momente nise këtë aksion nga krahu i djathtë, përsëri ke mbull, sërishmi ke mbulje e tuzianëve. Kërkon me insistim golin e barazimit, ekipi i Tuzit. Dhe devijim në korne. Është para Dragojevic, Radosevic, Dreshaj, Malishic, Pjetër Dulgjuraj, Ivanovic, Mugosha, Braunovic, Ujkaj, Romario Camaj, Bozanovic, Kontic, Azovic, Cetkovic, Pavlicevic, Medenica, Djoljal, Perovic, Dardan Lulgjuraj, Pejovic, Maljoku, Ilirian Camaj dhe Vuljaj. Kjo është përbërja skuadrës së ekipit të Tuzit, por saktësisht nuk kemi presim nga çastin çast të një ndihmë nga pankina malazeze për të marrë dhe saktësisht edhe numrat e futbollistëve, që në fakt ekipi malazez është me uniformët me numra, ndërkohë që Vllaznia nuk ka preferuar të jetë me uniformat të sakta me numrat në fanelave në shtëpinë, pra janë të gjithë pa numra, por se të qoftë një pjesë e tyre tashmë janë të evidentuar. Pushi është Bardhi, kujtojmë që goli i parë erdhi edhe nga krosimi i Arisarit nga krahu i djathtë. Vëshëdhënim e gjyqtarit Indrit Myrtja, gjyqtarit top listës kategorisë superiore të futbollit shqiptar, i cili po gjykon në këtë ndeshje, duke pasur si ndihmës në krahun e djathtë Jetmir Podgoricën, edhe ky top listës superiores. Ndërkohë që në krahun tjetër duket se është e Kastrati. Goditje dënimi nga distanca, ka gjuajtur mrekullisht atje. Me sa pam ishte Bardhi, që ka goditur mjeshtrish, por një grushtim i portierit Dragojevic spektakolar, ka fituar golin e dytë. Ka fituar golin e dytë në portën e tij, cross nga corner, ekipit të Vllaznisë. Mgull Vllaznia. Ara. Tekniku Martini, së bashku me kolegun e tij Ergi Boshi, ka aktivizuar një grup të rinj të talentuar, si që është edhe futbollistit që për momentin goditi. Pra është Ara, Kubazi, Tafili, Jukaj, futbollistët dalë nga Akademia Vllaznia, së bashku me kapitenin Pusi, cross në zonë nga goditja këndit,
Pa adres kjo goditje. Interesant është fakti një mesazh që vjen drejt për drejt në transmetimin tonë nga një emër i njohur i fushës së gjykimit nga Irlanda, është Bardh Maçi, i cili teksa po ndjek ndeshjen komenton duke theksuar në anën profesionale që nuk lejohet të luhet një ndeshje pa numrat e futbollistëve, të lojtarëve. Unë po t'jem arbitër, nuk i fillon ndeshjen sepse nëse duhet të ndeshkohet, ndonjë futbollist ka probleme. Gjithsesi, kjo është një ndeshje miqësore, një ndeshje përgatitore. Vllaznia pas kësaj ndeshje është gati të spostohet nga Shkodra, nga Shqipëria, të spostohet në Sloveni për të zhvilluar fazën përgatitore themelore në prag të sfidës së parë, të turit të parë, të UEFA Conference League, takimi i cili do të luhet në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës dhe i dyti pastaj në Prishtinë. Duke qenë se Malisheva nuk e ka standardin e stadiumit për ndeshjet e licencuara. Ensar Tafili nga krahu i djathtë për ekipin e Vllaznisë. Spostohet Majtas. Kujtojmë që një tjetër short i hedhur ditën e sotme nga UEFA është për kundërshtarin e mundshëm të turit të dytë. Vllaznia pranë golit të dytë, gjithnjë është Kubazi, vonohet paksa, pastaj ka faull në sulmi i Kubazit. Pra, ishin duke thënë që ditën e sotme UEFA ka hedhur edhe shortin për kundërshtaret e mundshëm të turit të dytë për ekipet që do ta kalojnë turin e parë dhe për Vllazninë. Kundërshtari i mundshëm që do të jetë në turin e dytë është ekipi skocez, Vllaznia pa përgatitet për të fluturuar në Skoci, gjithnjë nëse do të arrijë të kalojë me sukses Malishevën e fort të kampionatit të Superligës malazeze. Në Malishev është pritur me shumë interes shorti përballë Vllaznisë, natyrisht është një ndeshje brenda familjes shqiptare, duhet thënë që përballen për herë të parë në një kompeticion evropian në këto nivele. Sulmi për malazezët, të cilët kanë ardhur duke e rritur në nivelin e lojës së tyre. Është minuta 20 për pjesën e parë, Vllaznia 1 dhe Decici 0. Sulmi për Vllazninë. Pra në turin e parë do të kemi një përballje shumë interesante me ekipin e Vllaznisë i treti në kategorinë superiore të futbollit shqiptar dhe me Malishevën e Kosovës, një nga skuadrat simpatike të Superligës kosovare. Atje ku në këtë sezon dhe këpëndësur me skuadrës malazeze
ka shpëtuar për mrekulli porta e Vllaznisë Gjukaj, ka pritur në pozicion një kundërshtim i shpejt i Deciçit. Për shtrike mul Deciçi që kërkon golin e barazimit, sapo pam pritjen e Jukajt. Interesant është fakti që në krye të skuadrës së Malishevës pak ditë më herët është emëruar ish trajneri i Vllaznisë Tomas Bordarić, i cili në fakt ka që prej një sezoni që është pjesë e kategorisë superiore të futbollit kosovar, që duke drejtuar me shumë cilësi ekipin e Drenicës dhe nga Drenica ku pati në dispozicion edhe disa futbollistë shkodran, tashmë është spostuar në Malishev, atje ku do të jetë përballë ish skuadrës së tij Vllaznia, ku krahas sfidës Vllaznia-Malisheva, do të thënë që kemi edhe një sfidë tjetër në pankina, Edi Martini dhe Tomas Bordarić. Ndeshja është ndalur për pak momente për të ardhur në ndihmë skuadrave të freskohen fal temperaturave të larta.
Minuta 27 në miqësorën ndërkombëtare Vllaznia e Shkodrës e Detësisë i Tuzit e marrë të zi, rezultati vazhdon të jetë 1-0 për ekipin e Vllaznisë. Skuadra Koçelu ka kaluar në avantazh në minutën e 5. Pas një krosit të dhënë nga kravi gjatë nga Haris Ara dhe i goditur nga Kubazi apo Bardhi, njëri prej tyre për i devijuar topi për të shkuar në rrjet, do ta saksojmë, thamë dhe me herët. Skuadra nga Tuzi ka lëvizur mjaft pas besimit të golit. E ka rritur nivelin e saj, kërkon me insistim golin e barazimit, por drejt tashmë skuadra Koçeblu është në avantazh me rezultatin 1-0. Një ballafaqim mes këtyre dy skuadrave, ashtu që dhe një vit më parë, kur të dyja skuadrat ishin në përgatitje për sezonin e ri futbollistik, u patën ballafaquar, por jo në Loro Borisi, por në stadiumin e ri të Tuzit, një stadium tashmë me parametra mjaft cilësor, nga një qytet me një stadium modeste që ka qenë për vite me radhë, falë dhe presidencës me në krye drejtuesin e presidentës Tuzit, Malzi Paldreshaj. Tuzi është bërë me një stadium bashkohor modern dhe i licencuar për kupat e Europës. Një skuadër që ka lutur përgjithsisht në ligën e parë, tashmë është sistematikisht në Super League dhe madje çdo sezon në kupat e Europës.
40 minutë të ndëruar shikues të Veriu Sport të përndishin drejt për drejt nga stadiumi Loro Borishi, këtë miqësore Vllaznia dhe Deçiçi i Tuzit i Marrëdhëzi. Vazhdon rezultati 1-0 në favor të ekipit të Vllaznis. Një lojë me një nisje të shpejt nga ekipi i Vllaznis, ku dhe shënë golin e parë, me pas ka ardhur dhe reagimi i skuadrës shqiptare Manazeze. Ka pasur disa kërcënime tek porta Shkodrane, ku portieri Aron Jukaj është treguar shumë i vëmendshëm në evitimin e 2-3 momenteve me vërtet shumë serioze në portën e tij, ndërkohë ka pasur edhe disa kërcënime të tjera nga ekipi i Vllaznis për të zgjetur golin e dytë të avantazhit. Doktoresha mor një gjysmë telefon. Por përgjithsisht do të thënë është një ndeshje qetë, një ndeshje përgatitore, testuese për të dy trajnerët e skuadrave përkatëse, Edi Martini i Vllaznis dhe Ivan Brenovic i Deçiçit të Tuzit në Maltezi, dy skuadra që janë pjesë e kupave të Europës. Tha më herët që për Vllaznin kjo mund të jetë ndeshja e vetme dhe e fundit miqësore për paranisjes drejt Slovenisë për fazën themelore përgatitore. Mund të jetë edhe një tjetër, kishte një ditë para nisjes, rreth datës 21 mund të jetë data nisjes për në Sloveni, por gjithsesi një miqësore është e planifikuar kjo që po luhet sot, e dyta është në pikë pyetje, ndërkohë që në Sloveni, gjithnjë sipas informacionit, do të jenë 3 miqësore ndërkombëtare me skuadrat e atjeshme që janë të planifikuara për të zhvilluar fazën përgatitore në Sloveni. Në sulmin e skuadrës e Deçiçit, moment i vështirë për golin e barazimit. Ka shpërdoruar në mënyrën më të keqe sulmuesi i Deçiçit, i vetëm në zonën e Vllaznis, vetëm 6-7 metra nga porta e Jukajt, nuk arriti ta çojë topin në rrjet. Minuta 23 për pjesën e parë, drejt përfundimit të kësaj pjese të parë. Fillimi ishte i Vllaznis, ku dhe shënoj me pas kemi parë një ndeshje të ekuilibruar. Ka aktivizime të lojtarëve të rinë të dy kampet përkatëse, për korrektesë të skuadrës Manazeze, ato që janë duke na ndjekur matan kufirit, në Maltëzinë kemi vetëm listën e emrave që janë të pranishëm në Loro Borishi, por jo të formacionit. Unë do doja ta rifreskoja edhe një herë listën e atyre që janë në këtë përballje Vllaznia dhe Deçiç, ku në kampin Manazeze të Tuzit janë portieri Dragojevic, Radosevic, Dreshaj, Malishić, Pjetër Lulxhuraj, Ivanovic, është Mugosha, Branovic, Ujkaj, Romario Camaj, për të vijuar me Bozanovic, Kontic, Azovic, Cetkovic, Pavicevic, Medenica, Djoljal, Perovic, Dardan Lulxhuraj, Pejovic, Maljoku, Ilerian Camaj dhe Vuljaj.
Trajneri i ekipit është Ivan Bernovic. Po trajneros të ndomë shoku në Mërkur, po shku që një se vëti se ko hapi kratës Minuta e 45 është drejt përfundimit edhe 20 sekonda për të mbyllur koha e rregullt. Gjyqtari kryesor i ndeshjes Indrit Myrtja po kontrollon edhe kronometrin për të vëshëllyer mbylljen e kësaj pjese. Topi është për skuadrën e Decisit, faul i shkaktuar nga Tafili dhe vjen vëshëllima 3 herë e gjyqtarit kryesor të ndeshjes Indrit Myrtja. Mbyllet pjesa e parë, të nderuar shikues e Veriut Sport, Vllaznia fiton me rezultatin minimal 1-0, pak pushim dhe rreth 10-15 minuta më pas do të jemi sërish me së bashku në vijimin e transmetimit të takimit miqësor ndërkombëtar Vllaznia e Shkodrës dhe Decisi Tuzit të Malët e Zi. Dhe atëherë mirupafshim.